Policia rrugore e Vlorës ka ndërmarrë kontrolle të shumta dhe ka ndaluar disa automjete të tonazhit të rënd të kompanisë 2A Group, një prej kompanive që kryen punimet në aeroportin e Vlorës. 10 mjete janë ndaluar këtë të hënë pas denoncimeve dhe verifikimeve të kryera nga uniformat blu ku dyshoi se një pjesë e mjeteve qarkullonin pa targa përkatëse ose pa dokumentacionin e nevojshëm për lëvizje. Sipas informacioneve paraprake, kontrollet janë ushtruar në disa akse rrugore ku qarkullojnë mjetet të tonazhit të rënd. Gjatë verifikimeve, policia ka konstatuar edhe shkelje të ndryshme, ndërsa nuk kanë munguar dhe masat administrative me gjova për drejtuesit e mjeteve, të cilët lëvizin në kundërshtim me ligjin. Burime nga Policia Rrugore e Vlorës bën dije se kontrollet do të vijojnë edhe në ditët në vijim me qëllim parandalimin e qarkullimit të mjeteve pa dokumentacionin përkatës, pa targa identifikuese apo që nuk përmbushin kushtet teknike të sigurisë në rrugë. Ndërkohë qytetarët drejtues automjetësh kanë ngritur shpesh shqetësimin për lëvizjen e mjeteve të tonazhit të rënd në akset rrugore të Vlorës, duke pretenduar se ato jo vetëm krijojnë vështirësi në qarkullim, por në raste të caktuara shkaktojnë edhe ndotje apo dëmtime të segmenteve rrugore. Policia rrugore thekson se kontrollet do të jenë të vazhdueshme dhe se çdo mjet që konstatohet në shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor apo pa dokumentacionin e nevojshëm do të përballet me masat e parashikuara nga ligji.